sepse ka dhe një logjik biznesi, do me thënë, në qoftë se unë e blej video në 5.000 euro, sa do e shes, ku do ja shes, se unë, kjo duhet për showbiz, nuk është se jeta ime ndryshon personalisht, Orti nuk do t'ja di fare se me kërë Gjeneta dhe ç'a tregon video. Problemi është që në qoftë se marrim pesa, e shesim 10, apo se shesim dot edhe harxojmë 5.000 euro kot. Mos më është më mirë të japim 5.000 euro Gjenetës, të themi na sill ti një video, do e bënte. Nuk ka një, nuk e di pse. Nuk e di pse, por në fund fare thash jo. Mesazhi përgjigjes ka qenë, përgjigja ndaj këtij mesazhi që po lexoni edhe ju, gjatë kohës që unë e komentoj ka qenë jo. Okej, thash me iku një ekskluzive, me iku një temë për të folur në portale, në YouTube, por thash me vete. Shqiptarët spionojnë dhe gratis, prandaj prit se do të vi video falas.